Innehu lejse min ehlik. Innehu lejse min ehlik. O Nuh, ai djalë nuk është i familjes tonë. Mirë po, ajo lidhje e cila është më e larta, më fisnike, më e forta dhe më e qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër, ajo është lidhja imanore, lidhja e besimit. Kur Nuhi alayhi salam e thirrri Zotin e tij duke thonë: o Zot, që ky djali është i familjes time, i dhimbej fëmija i vet. O Nuh, ai djalë nuk është i familjes tonë. Ai ka bërë vepra jo të mira, nuk është prej muslimanëve, s'është i familjes tonë. S'ja llogaritja Allahut familjes tij, vetëm se nuk ishte ndinin e tij. S'ka qenë musliman, nuk është i familjes tonë. Pa djali jem dhimet shumë, i familjes teme e du shumë. Do shta e shet dinin për djalin tonë, e shet dinin për të afërmin tonë, por të Allahu xhelle xhelaluhu vlerë ka ai i cili është në din dhe në fen e Allahu xhelle xhelaluhu. Me to llogaritet lidhja, nyja më e fortë e Islamit dhe të shpëtimit. Sado që të jetë baba yt, ai i cili fal 5 kohë në namaz, ti po nuk ke e i namazit e i xhamis, laj duart, mos mendo se Allahu xhelle xhelaluhu do të fal, se baba yt ka qenë burr i mirë, e haxhi baba yt ka qenë shumë burr i mirë. Pregaditu që t'jesh ti i mirë. Djali yt nëse nuk është në saf bashku me ty me muslimanët, mos mendo se një ditë Allahu do ta fal, se ti ke qenë shumë i mirë. Po edhe nëse ke qenë pejgamber, Allahu s'ja fal djalin e tij. Nuk ja fali, s'është prej familjes tonë. Nuk e llogariti Allahu xhelle xhelaluhu prej familjes Nuhit alayhis salam, pse nuk ishte në besimin e tij, nuk ishte në Islam, nuk ishte në ibadet. Edhe pse të dhimet shumë, nëse të dhimet, ngjitja dorën vllavit tënd musliman, ngjitja dorën djalit tënd, ngjitja dorën babës tënd e familjarit tënd, që ta sjellish në rrugën e Allahut, rrugën e adhurimit dhe të ibadetit e të xhamis, e që të fitojsh e të Allahu xhelle xhelaluhu, të arrin shpërblimin dhe fitimin,